A është toleranca e tepërt e prindve fajtori, apo brezi i ri nuk bëhet më? Ta shohim një video e pastaj e diskutojna. Qa po do me bo? Vidina? Po, vëllaj, që sabri. I kanë thonë për shkollë, t'i që këshyre po këcen. Për shkollë i kanë thonë, që sabri. Allah zërfis, kisha me bo. Tani, unë po shoh diçka tragjike, në kuptimin asajna që mos t'kesh kuptona, mirë po, a nuk është e tepër që kjo pjesë me bo para prindit? Po thomë që duhet me bo më sheft, po t'pakten jo para prindit. Dhe as duhet prindi me reagu pak ma nërësh, para se m'ja kallëzu në telefon aty, ja që po, valla, ja, mirë, ja, po këcen, jes pa bën, jo po bën. A ishtë do është me pas një reakcion, me thonë, këtare që i kam, se ka dhe kërcime tjera. Ka kërcime të cilat atë kallëzojnë që ti një zënjushë vërtet. Si pas meje. Tani, nuk e di, s'po du mu kallëzu konservator, veç pak e tepër, po m'vjen që kjo.